Për 1 minutë e 27 sekonda, kontrollorët e trafikut ajror në Filadelfia humbën kontaktet audio dhe radar me rreth 10 avion me mbi 2000 pasagjerë në bord, që në atë moment ishin në mbikëqyrjen e tyre. Pa përmendur avionët e tjerë që po afroheshin dhe avionët privat. Një kohë e pafunde dhe sepse nuk ishte asgjë tjetër për të bërë veç se të prisnin rikthimin e sinjalit të sistemeve. Kur gjithçka u rikthye në funksion në sallën e qendrës kontrollit, më në fund nisën të merrnin frymë të lehtësuar, avionët ishin ende në fluturim, blackouti. Këto janë disa nga detajet më të pabesueshme të problemit informatik që ndodhi më 28 prill në Trecon, kontrolli terminali Filadelfias, qendra që menaxhon një pjesë të rëndësishme të trafikut ajror, që solli pezullimin për disa orë të lëvizjeve në një nga aeroportet kryesore të New Yorkut. Anullimet, pasojat ndihen ende sot. United Airlines, operatori kryesor, po anullon mesatarisht 35 fluturime në ditë, një në 10 nga ato të planifikuara. Derisa situata të rikthehet në normalitet dhe mund të duhet ende kohë pasi, siç ka sqaruar Administrata Federale e Aviacionit, ka mungesë stafi në qendrën e radarit. Disa nga kontrollorët e përfshirë kanë marrë pushim për të rikuperuar nga stresi i shkaktuar nga disa blackoutet të fundit. Britma dhe sharje. Në atë moment, sipas rrëfimit në biseda me kolegët, nga ata që ishin në sallë dëgjohen britma e sharje, nis një garë për të njoftuar sektorët e tjerë të qendrës radar për të ngadalësuar trafikun, devijuar avionët që po vinin dhe për të shmangur ndonjë katastrofë në qiell. Kontrollorët nuk mund të bënin gjë tjetër përveç se të prisnin që sinjali i sistemeve të rikthehej, ndërprerja zgjati 87 sekonda.